Qyteti i Vlorës do të përballet me ndërprerje të furnizimit me ujë të pishëm për një periudhë 24 orëshe për shkak të punimeve që po kryen në kuadër të projektit të ujësjellësit të ri të qytetit. Sipas njoftimit zyrtar të shpërndar nga ujësjellës kanalizime, rajoni Vlorë, ndërprerja do të nisë ditën e martme 27 maj në orën 9 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri në mëngjesin e së mërkurës 28 maj. Gjatë kësaj periudhe do të stakohen tërësisht stacionet e pompimit të ujit. Autoriteti lokal u kërkon qytetarëve mirëkuptim, duke theksuar se ndërhyrja është e domosdoshme dhe pjesë e një projekti madhor që synon përmirësimin e furnizimit me ujë për të gjithë zonën urbane dhe periferike të Vlorës. Ky kufizim është një hap i nevojshëm drejt një infrastrukture moderne dhe të qëndrueshme ujësjellësi, thuhet në njoftimin e shpërndar në rrjetet sociale nga UK Vlorë. Banorët këshillohen të marrin masat e nevojshme për furnizimin me ujë gjatë kësaj periudhe ndërprerjeje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.